Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Islami është feja që Zoti ka zgjedhur e zhvilluar nën kujdesin e tij për ta veçuar si më të mirën gjë të krijimit të tij. Shtyllat e tij kanë për themele dashurinë e tij. Ai zhvlerësoi besimet e tjera kur i dhan nder atij, i përgjunjë komunitetet e tjera para madhështisë së tij, imposhti armiqtë e tij me mirësinë e tij, i la të vetmuar kundërshtarët e tij duke ia dhënë atij tërë mbështetjen e tij dhe i rënoi strukturat e keqdrejtimit me anë të kolonave të tij. Ai shoi etjen e të eturve me rezervat e tij dhe mbushi rezervuarët me ujë-nxjerrësit e tij. Ai e bëri Islamin të tillë që pjesët e tij përbërëse të mos zbërthehen, që hallkat e zinxhirit të tij të mos mund të shqiten, që konstruksioni i tij të mos mund të shembet, që kolonat e tij të mos mund të ngrinë ndryshku, që trungu i tij të mos mund të çrënjoset, që koha e tij të mos mund të shterohet, që ligjet e tij të mos mund të shfuqizohen, që degët e tij të mos mund të thahen, që hapësirat e tij të mos mund të ngushtohen, që lehtësia e kuptimit të tij të mos shndrohet në vështirësi, që qartësia e tij të mos erret nga teri, që drejtësia e tij të mos cënohet nga ndonjë shmangje, që druri i tij të mos ketë shtrembërime, që shtigjet e tij të gjëra të mos katandisen në rrugica, që llambat e tij të mos njohin shuarje, e që ëmbëlsia e tij të mos trazohet me hidhësi. Zoti e ka lartuar mbi kolona që kanë themele të përbashkëta me vërtetësinë, me zgurash gjithmonë ujë plota, me llamba që flakorojnë plot rrezullim, me minare që orientojnë ata që janë udhës, me shenja që dëftojnë shtigjet për në rrugët e tij të gjëra, dhe me oaze që japin freski atij që u afrohet. Zoti ka vënë në Islam më të madhen kënaqësitë të tij, më të fortën e shtyllave të tij, e më të qartin argument të bindjes së tij. Prandaj bëri Zoti të fuqishme kolonat e tij, krenar konstruksionin e tij, të shkëlqyeshme arsyet e tij, flakruese zjarret e tij, të fortë autoritetin e tij, të larta minaret e tij dhe të pamundur shkatrimin e tij. Prandaj nderojeni, ecni pas tij, plotësoni detyrimet e tij dhe jepni vendin që i takon.